Sere keni ni edhe keni me ni që gratë luftën fillim nuk e kanë me burrat, po me zvete. Unë jam Marta dhe kjo është mendimi jam. Njëna tjetrën mund e rani, vetën jo. Gratë për gratë nështë slogan po, thonje po, ama njona tjetrën me sy sunë shen. Boni mriti njona e përparojnë ajsen tjetra flokësh. Gjalazë shpirt. Keme një lafin e madh, që saj se ka bo vetë. Fell për gratë që të në Kosovë, më shkryoni për shtypje e inshallah qofsha gabim, që në atë hierarkinë e suksesit njona tjetrën me mujt e gjuni poshtë sa t'javë marë. Ngonëm, ani thonje që thët që gratë janë mas të fuqishme kur e mbështesin njona tjetrën, e jo kur e tërheqin njona tjetrën të poshtë, ama që to me mujt shkallëve të gjullë. Kosovën tonë të vogël e të bukur edhe gratë e bukura bere në nëshmon. Unë pse ku gjithë ta karmin sot kërkosh të më kafull? Veç që po duket bukur, e lemo ma shumë. Gratë me zvete mujnë më përqaf të ditën, ka 4 herë me një takim, ama gropën që ta ban mas është e fill 4 metra. Unë smenoj që na gëzohen për sukseset e njona tjetrës, sa xheloze jemi shumë ditë për ditë në çdo sferë të jetës. E ke po kerën, e ke po ku ka shku në pushim, e ke po çka kish ble, çka kish vesh, ku po punon. Krejt që to sene bazike që një gru mi pa të tjetra, ta shtin lapsin edhe besa ti llogarit sukseset e jetës shumë ma mirë se ti vetë. E jo për diçka, po thjesht prej xhelozis edhe konkurencës. E këto e bojnë veç ato që janë të pasigurta në vetvete. Amo di e shoqja jam, tu mos e respektu në fillim gjinin tone. Ria e ka feju djalin, nuk më ka ftu. Mos prit respekt prej gjinis të kundërt. Këto gratë kur e shohin që vetë së mpoja del, dije tjetrën së në shë për para, në asnjë formë. Shembull çto gratë në politik, janë vetë ato gratë tjera që janë aty të parat me demantu veshjen, të folurit, qëndrimin e shumë çka tjetër. Shtoja që to kur gratë edhe qikat e reja punojnë fort, edhe edukohen, shkollohen, janë të mençura sa dush, prap një behane pa ta gjetë se lajnë. Kanë me usill mirë e kanë më ta gjetë fijen me të nënçmun diçka. Që jo pa ja gjujt ketë atributet e suksesit dikujt tjetër e pamundër është. Ama moje men, gruaja armikun më të fortë nuk e ka një mashkull, po një gru tjetër. Se konkurenca për vëmendje, konkurenca për të parën të bën edhe bish. E unë menoj që fjalët e veprimet më të mëdha vijnë prej grave më të pjekura në moshë. Bashkë ato që janë kalit me jetën edhe kanë pas përballë lloj-lloj sfide e që pritet me kuptu mirë jetën dhe sfidat e jetës, bashkë ato janë më tegra në qasje me raport me femra tjera sot. Jo, pa vallahi. S'peon gjësiç. Stereotipet e vjetra, kultura që disa gra e kanë me qasjen e jetës, po bojnë që këto gratë e modernizuara ti shojnë një sy tjetër, e ti kritikojnë, e të thonë që s'janë shumë adekuate për shoqëni. E deri herën tjetër, me respektu mirë kuptu suksesin e dështimin e njëra tjetrës, jeni të bindura shumë që kanë mirë respektu edhe dash shumë ma shumë edhe tjerë.